Sepse kjo është një teknikë në cilën nuk mundesh me e bo për herë të parë tash. Pra është diçka e cila ka qenë e përgatitur, e cila ka qenë e mirë studiuar për këtyre që kanë bërë, por asnjëherë mirë menduar që mund të kapen. Edhe çka është pozitive këtu që këta janë kap. Janë kap bukvalisht nga ky rinomrim, edhe besoj që në thojza do të kapen edhe nga prokuroria dhe institucionet tjera përkatëse. Se mirë është që ka ndodhur ndalja e këtij procesi, mirë është që në rinomrim megjithatë po del që po konfirmohet që manipulimi ka ndodhur, domethënë brenda. Unë besoj që se Shqipe përmendi nuk i ndryshon, unë besoj që e ndryshon, sepse rinomrimin e tërë Kosovën e shpërfaq një rezultat real, sepse kjo ka me përbë ndryshime edhe në mesin e renditjes, në mesin e deputetëve, listës e gjithçka tjetër, kur në tërësi të rinumërohen, do të kemi një pasqyrë tjetër të deputetëve, të numrit të votave, gjithçka që do dalë nga ky proces. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të ndodhë. Hetimi, ndëshkimi është shumë e rëndësishme me ndodhë që të mos kemi skenar të tillë në zgjedhjet e ardhshme. Unë kam mendë një pyetje të cilën po ja bëj vetes gjatë këtyre 2-3 ditëve, si ka mundësi që 6.000 vota të manipulohen? Po ka mundësi. Po si? Ka mundësi, si ka 100 ai bën edhe 6.000, shumë e thjeshtë është. Po çaj që i bën 100, i bën edhe 6.000 është. Çfarë kushtrim? Këta që kanë deputet i ALK-s 6.000 vota. Këta që kanë më pak vota në menos në Polum, ata nuk kanë pas nevojë për më shumë. Shamo, ky Paqerezi ka pas nevojë për më shumë me marrë dhe e ka bu. Kjo është logjik shumë e thjeshtë. Mirë që ka pas nevojë për më shumë, po unë s'po e kuptoj Fidan. Prap s'po e kuptoj. Po s'po e kupton. Po si ka mundësi 6.000? Se di saktë që kanë bë, por ka mundësi. Ka ndryshuar mënyra e numërimit këto dy portale, sepse aty me sa kanë kuptuar sipas informacioneve fillestare, ka një ide edhe mes komisionerëve që kjo ndodh. Janë në grup dhe komisioner tash kur të hetohen, sidomos ai që nënshkruan në fund protokollin e asaj kutije ose qendrës votimit, ka me dalë dhe ka me tregu se çka më saktë ka ndodhur dhe ajo merr përsipër komplet çfarë ka ndodhur në proces të manipulimit të votave. Sidoqë tjetër, kjo duhet më mbyll si proces. Mirë është që kanë shku në rinomrim e tër Kosova dhe në rinomrimi a mund ta ndrojë strukturën e deputetëve? Po thashën, patjetër që po. Po. Edhe në raport me votën, edhe në raport me përbërjen, edhe kjo e nxjerr ndoshta një pasqyrë më reale se si qytetarët kanë votuar. Keq që ka ndodhur brenda asoj, pra brenda vetë subjektit politik, edhe kjo në farë forme, po du me lidhë me diçka tjetër, kushtrim po ja thëmë tash, ky pozicion i këtij manipulimit votave, ose kjo çfarë po shohim që ka ndodhur me subjekte politike, e bën më të dobët sidomos pjesën e opozitës, dhe sidomos PDK-n në raport me strategjitë e saj politike tash kur vjen puna te presidenti. Sepse në situatë të tillë, me provu me çu vendin në zgjedhje, unë besoj që do të ishte një katastrofë vetë për këtë subjekte që kanë manipuluar, domethënë me këtë çështje. Kështu që këtu opozita është ende më e dobët tash. Dhe sikur se kjo çfarë po shohim pi konvenon më shumë vetvendosës, prandaj po insiston që të shkohet, dhe kështu është vendos që të shkohet në rinomrim në Kosovë. Por e thash, vetëm jo në renditje kushtrim, jo vetëm në votë, por edhe në pozicion, në tërësi kam indikuar shumë në strategjitë e opozitës, sidomos siç ka me vru tash kur bëhet konstituimi i kuvendit, zgjedhjet qeverisë edhe sidomos presidenti. Janë më dobët absolutisht sepse kjo i godet goxha shumë në raport me votën